إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderojmë Allahun e Madhërisëm, atij bëjmë lavd, prej ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje dhe shtret tek Allahu nga të këqijat e shpirtit tonë dhe nga veprimet e këqija në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpije në humbje, dhe atë që Zoti me drejtësi e lën në humbje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një vetëm pa rival, a dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju të cilët keni besuar, friksoni Allahut me një frikë të sinqert dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju besimtar, friksoni Allahut dhe folni fjalë të drejta. Allahu ja u rregullon gjendjen tuaj dhe ja u fal mëkatet e juaja, dhe kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai ka arritur fitoren madhështore. S'ka dyshim se fjalët më të drejta janë fjalët e të Madhit Zot, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija të shumtuara janë ato të shpikurat në fe. Çdo shpikje është rrisi, bidat, dhe çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon me zjarr. Vëllezër të nderuar, pas ndërprerjes për shkak të muajit të Ramazanit, i kthehemi prap sqarimit ku kemi mbetur tek temat që kanë të bëjnë lidhje me xhenetin, dhe kemi arritur tek çështja shërbysit e banorëve të xhenetit. Kur jemi të shërbysit, këto janë krijesa që Zoti ka krijuar në xhenet, e që i ka bërë ekskluzivisht që t'jenë në shërbim për banorët e xhenetit. Dhe edhe këta janë të gjithmonshëm, siç janë edhe banorët e xhenetit. Dhe Allahu i Madhërisëm i ka përshkruar këta në librin e tij fisnik, Kur'anin e Madhnushëm, se sjellen mes banorëve të xhenetit djelmosha të gjithmonshëm. Pra, jeta atyre është e pafund, me ibrige e me gota të mbushura nga burimet. Disa dietar kanë dhënë mendimin se këta djelmosha
që Allahu i ka përmendur në Kur'an që janë në shërbim për banorët e xhenetit për t'ju servir ushqime e pije, janë fëmijët e muslimanëve dhe të jo muslimanëve që kanë vdekur në këtë dynja. Kështu kanë menduar disa prej dietarëve musliman. Por se dietari i Islamit, dietari i madh, Imam Ibn Taymija, rahmetullahi alayhi, këtë fjalë e ka kritikuar dhe ka thënë se këta djelmosha që do t'ju shërbejnë banorëve të xhenetit nuk janë fëmijët e muslimanëve dhe të jo muslimanëve që kanë vdekur këtë dynja, por janë krijesa që Allahu i ka krijuar në xhenet. Pra janë prej krijesave të xhenetit. Pra këta thot nuk janë prej bijve të kësaj dynjaje, por janë prej krijesave që Zoti i ka bërë si krijesat të xhenetit. Atë kuptimin që janë kriju aty. Dërsa sa i përket, thot Ibn Taymija, fëmijëve të muslimanëve, cilët kanë vdekur në këtë dynja, ata në ringjallje do të rriten dhe do të hyjnë në xhenet në pamjen e Ademit alayhis salam. Sikur që do të jetë edhe për të rriturit e të moshuarit tjerë të kësaj dynjaje. Që njerëzit, banorët e xhenetit, siç e kemi përmendur, do të hyjnë në xhenet në pamjen e Ademit alayhis salam. Jo të gjithë që në atë kuptimin që ngjasojnë, por në bukurinë. Sa Ademi ka qenë më i bukuri i kësaj dynjaje. Tjetër temë që përmendet në tekstet e shpalljes është edhe tregu i banorëve të xhenetit. Pra ka ardhur në hadithin që transmeton Muslimi nga Enes ibn Maliku, radhiyallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se në xhenet ka treg. Dhe aty banorët e xhenetit do të vinë për çdo xhumë. Dhe në atë vend të bim të tregut do t'ju vije një frym nga ana veriore e që do t'ju bjerë fytyrave dhe teshave të tyre dhe bukuria dhe pamja që tërhek për nga hieshia vetëm se do t'ju shtohet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon, kur të kthehen nga ai vend të bim në atë treg tek familjarët e vet, tek gratë e veta, ato do t'ju thonë se duke u betuar në Allahun se ju vetëm jeni bërë edhe më të hishëm, më të pashëm, më të bukur. Dhe ata do t'ju thonë grave të veta, dhe ju betohemi në Allahun që jeni bërë edhe më të bukura, edhe më të hishme, edhe më të pashme. Në komentin e këtij hadithi, Nawawi rahmetullahi alayhi thot se nuk duhet kuptuar dita e xhumë sikur në këtë dynja. Nëse në xhenet nuk ka dilli, as nuk ka natë. Por është përmendur dita e xhumë që ky takim te ky treg do të zgjat prej një takim deri në takimin tjetër
sa është koha tek ne në këtë dynja prej xhumas deri në xhuman tjetër. Periudhë 7 ditore. Dhe era nga ana veriore e përmend në vjo, nga se tek arabët kur ka ardhur një frym nga ana veriore e kanë ditë se u ka vjen me bereqet, me shi. Dhe dihet se sa vujnë për ujë vendet e gadishullit arabik. Dhe për këtë është përmendur, thot Imam Nevaviu, rahmetullahi alejhi, era nga ana veriore. Sidoqoftë, neve e besojmë atë që është potencuar tekstualisht në hadithin profetik që është i saktë e që e transmeton siç e potencuam Muslimi në Sahihun e tij nga Anas ibn Maliku radhiyallahu ta'ala anhu. Tjetër temë që është përmendur për banorët e xhenetit është se banorët e xhenetit bashkohen edhe bisedojnë njëri me tjetrin, edhe bisedat që do t'jenë në mezhliset të bimet e tyre, përveç atij të bimit që është javor, do të diskutojnë edhe të kaluarën në këtë dynja. Se çush kanë jetuar në këtë dynja, çka kanë bërë, si e kanë ndihmu këtë din, si janë rujt, edhe nëse kanë pas një mik pa besimtar që i është mundu me atë mendësinë e djallëzuar që me i fut dyshime besimore muslimanëve. Edhe se si kanë pështuar këta për shkak të besimit të palëkundur në brendësinë e tyre, që kanë pas në Zot, në fe, në librin e Allahut, pra një besim i palëkundur përballë të rëcytjeve nga djajet njerëz. Pra këto biseda do të bëhen me zbanorëve të xhenetit që kanë kaluar në këtë dynja. Temë tjetër është se Zoti do t'ja u plotësoj edhe ato knatësi që vinë në mendje. Dikush, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë dëshirë që të mbjellë. Bujku e ka pasion mbjelljen e arës. Ati Allah do t'ja mundsoj. Edhe me të hudhur fara, ajo nuk do të kërkoj një kohë, distancë kohore, mujore, që të binë e derisa të vjen te fruti për mu pjek. Po ajo aty për aty do të procedohet më binja ajo farë edhe më rritë, më zhvillu, e më ardhë deri te fruti. Po ashtu edhe ata të cilët kanë dëshirë me pas fëmijë, Allahu do t'ja mundsoj që gruaja me shtatzon me njëherë dhe me lind me njëherë. Vetëm një kry ky qef, kjo dëshirë që e kanë banorët e xhenetit. Kur e kanë dëgjuar një arab musliman pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke përmend se do t'i mundsohet që njeriu dhe të mbjell në xhenet që e ka pasion, ky ka thënë se nuk ka me gjetë dikon, vetëm se Kurajsht edhe ensarët e kanë qef mbjelljen. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ndëgjon atë, qesh. Kjo nuk do të thotë që vetëm mbjellura do të jenë që do t'i thuhet njerëzve që vetëm këto mund t'ja plotësojmë banorët e xhenetit. Dëshirat e ndryshme, Zoti do t'ja u plotësoj besimtarëve, siç e përmendëm edhe te çështja e lindjes së fëmijëve në xhenet. Temë tjetër, gratë e banorëve të xhenetit. Qatë gru që e ka pas besimtari në këtë dynja,
do ta ketë edhe në xhennet nëse ajo vdes besimtare e mirë. Po është edhe e kundra, mund të jetë gruaja besimtare e burri pa besimtar. Stakohen, gruaja hyn në xhennet, burri nuk hyn. Ose burri besimtar, gruaja jo besimtare nuk bashkohen në ahiret. Por nëse të dytë janë besimtar, edhe Allahu do t'i fut të dytë edhe ata do t'jenë burë e gru edhe në xhenet. Pra, Allahu, se shtot me një ajet kuranor, hyni në xhenet ju dhe bashkëshortët e juaja. Pra, kjo është një prej fakteve se besimtari do ta ketë grua në xhenet edhe ato që ka pasën këtë dënja nëse të dytë janë me banor të xhenetit për shkak të imanit dhe veprave të mira. Tjetër temë që përmendin është se gruaja do t'i takoj burrit të fundit në mëshirshmëri. Pra nëse një grua i ka vdek burri dhe ajo do në mu martu prap, martohet, në xhenet nuk do të jetë me burrin e parë, me burrin e fundit. Tu kanë ardhur disa hadithe, dietari Al-Ashhar është bazuar tek verifikimi që e ka bërë këtyre haditheve Imam Albani rahmetullahi alejhi në librin e tij voluminoz As-Sahiha. Një prej tyre është se Muavija radhiyallahu ta'ala anhu, i biri e Ebu Sufjanit, Allahu qoftë i kënaqur edhe me të, ka kërku për gru Ummu Dardan. Pra Ummu Dardas i ka vdek burri. Abu Darda. Ka vdekur dhe gruaja e tij ka me të vej. Dhe Muavija shkon për me lyp. Dhe Ummu Darda nuk e pranon martesën me Muavijon. Dhe thot, e kam dëgjuar burrin tim Abu Dardan të thonë, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë, gruaja i takon burrit të mram në ahiret. Pra burrit të fundit i takon, jo të parit. Dhe për këtë, Ummu Darda nuk ka pranuar më martu, se ka dashur më konë në xhenet me burrin e parë, me Abu Dardan. Edhe ka pranuar që ajo mos u martu hiç fare në këtë dynja. Që prap mu taku me burrin që e ka dashur, edhe ajo e ka dashur, dhe kanë pas një respekt të jashtëzakonshëm. Po ashtu, hadithi i Hudhaifës, që i ka thonë gruas së vet, nëse dëshiron që ti me qenë gruaja ime në xhenet, mos u marto mas meje. Nga se gruaja në xhenet i takon burrit të fundit në këtë dynja që e ka pas. Po ashtu, ka përmend Sheikh Al-Ashhar, se Allahu ja ka ndaluar grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ato të martohen pas vdekjes së pejgamberit. Për arsye që ato do të jenë edhe gratë e tij në xhenet. Të gratë e xhenetit, kjo sa i përket grave të kësaj dynjaje. Allahu ka bërë bashkëshorte për
banorët e xhenetit, ato që janë në xhenet, që i ka kriju Allahu atje, e që janë edhe sot, që kanë qenë, janë edhe do t'jenë, për gjithmonë. Këto janë hyrit, dhe thotë Allahu Azza wa Jall, ne gjithashtu i martojmë ata me hyrit. Dhe fjala hurun ain do të thotë vjen për burimin e ka kjo emërtim për këto gratë xhenetit, nga se dëbardhët e syrit e kanë tej masë të bardhë. Dhe bebzën e syrit e kanë të jashtëzakonisht të zezë. Dhe janë symdha. Pra, syri i bukur është që e magjeps atë që e shikon. Në këtë si Allahu Azza wa Jall këto e ka cilësuar, janë emërtuar në bazë të syve të bukur që i kanë. Për këtë nuk është mirë për automotra që e kanë bindjen për me qitë nikabin që disa i shojmë edhe i lajnë vetëm syt. Syri mund të bëj më tepër fitness sa këtë ftyra. Nëse do me mblum, loja këtë edhe syt. Po mos i le syt. Se vallai edhe lopës mja qitë, atë nikabin e alon vetëm syt, mos me ditë njëri që është lopë, bëvaki i lajnë lopë e ka synin e mirë. E le ma femra si femra. Prandaj duhet të kenë kujdes tek çështja e hijabit, mbulesës. Dhe janë përshkruar këto femra të pastërta, që nuk kanë ciklin mujor, as nuk pështyn, as nuk i dalin në undë, pastërti totale. Kremtari e përsosur të një bote të masët e bukur femrore. Janë përshkruar edhe gjokset e tyre që Allahu i ka bërë të dukshme për burrat e tyre. Magjepse. Jo sikur në këtë dynja që vrapojnë femrat edhe bëjnë operacione në gjokset e tyre, plastike, që vetëm me josh gjinin e kundërt, e që rrugtojnë pra në atë botën e mëkatit. Pra, këto femra në xhenet, Allah i ka përshkruar se nuk janë të prekura as nga njerëzit, as nga xhenet. Janë të pastra, ato janë veçantë për ata që do të hyjnë në xhenet, e që janë ekskluzivisht për atë që ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Minimalja e hyrijave do të jenë për banorët e xhenetit 2 minimalja. Dhe siç ka ardhur tek Shahidi 72. Pra Allahu i ka përgatitur edhe këtë kënaqësi në xhenet për banorët e xhenetit. Porse ne e dim se ata që sulmojnë islamin e sulmojnë edhe thonë se ata flasin për gratë në xhenet, normal se kjo është kënaqësi burrore. Do të thonë, nuk është diçka amorale, është natyrshmëri e njeriut, përderisa nuk del në haram. Por normal se nuk është kjo ajo kënaqësia ma madhe e xhenetit. Kjo është për kënaqësive madhështore të xhenetit, po jo më e madhja. E jashtëzakonshmja dhe absolutja në xhenet është kur besimtarët ta shikojnë Allahun Azza wa Jall. Për këtë të kenë kujdes edhe hoxhallarët kur ligjërojnë se po vrehen në ato videot e shkurtra,
po dalin me gjëra skandaloze, vetëm për m'ju dhon material islamofobëve, armiqve të këtij dini, po lexojnë tyli farë lloj pyetje, kjo është një turp i madh. Nuk kemi nevojë që në Facebook, në YouTube, me plasu tyli farë lloj pyetje me lexu, që unë vetëm bëm marr shikime ma tepër. Kjo është turpi i madh për këta hoxhallar që nuk ju kanë frikë Zotin, por vetëm e kanë dëshirën e famës për me dalë kem shikime sa ma tepër. Serioziteti ku është? Ata që janë të interesuar për këtë lloj pyetje, shkojnë direkt te hoxhat t'ia shërën aty për aty. Nuk ka nevojë me dëgjuar njerëz që nuk dinë fare për Islamin, as për fjalën la ilaha illallah, dhe kur ti ndëgjon se çfarë po flasin disa hoxhallar, vetëm ja gërdisin fejen. A kështu si muhabete pas kafeja. Sa ata nuk mund t'i konceptojnë këto gjëra. Prandaj të kenë frikë këta hoxhallar që është ka i myt qefi për mu bot famshëm. Edhe kanë shu veten aq ult, se unë jam i bindur se para disa viteve me pas dalë në i hoxh me folë qështut, e këshin skandalizu, edhe e këshin gjitë në 72, në grupin e 72 të humburve. Duhet këtë pak tërbije, mare, turp, sërzitet. Mas shumë të emate o gjallar. Marja të na bo gazin e botës. A gjithë që është duhet me ledzu ato pytje skandaloze, s'barat pa i ledzu ato? Shkëni më vllazni, selefi kanë thonë, nuk është mirë me i përhap lajmet e këqija që po ndodhin, vetëm lajmet e këqija që po ndodhin në vendin tënë, por hapni lajmet më të mira. Ta shën në Facebook, në mesazh dikush një pyetje, të gjithë qysh duhet me lexu ata. S'ban pa lexu. Klasifikoj pyetjet. Bëre çat program ti që ki pyetje përgjigje, bëje edukativ. Në radhë parë çështja besimit, siç ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 13 vite në besim. Vallahi edhe moshën e Nuhit me ta thonë mos ju daj besimit, çështës besimit, se njerëzit të vdekin në kufër. Mos ju daj. Nuk po them se mos me trajtu edhe tema tjera, por kjo duhet të jetë primare për xhallarët. Çështja e tauhidit, njëshmërisë Allahut. Largoju pyetjeve skandaloze. A nuk kanë turp? Lexohet pyetje për seksin oral nga xhallarët. A nuk ka barra e para nanës, nana më dëgjua pyetje? Vajza turpi botës, kënë frikë Allahun. Ta xhallarë që e kanë hub barën vetëm për famë. Vetëm për famë, pra zë tjetër. Hyriat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ato do t'ju këndojnë banorëve të xhenetit. Zëri i tyre do të jetë i jashtëzakonshëm, edhe tekstet që do t'i këndojnë do t'jenë inspirim dhe afrim mes bashkëshortëve në xhenet. Pra kënaqësi e vërtet, pra do të ketë edhe këngë në xhenet. Mos duhet ta kuptoj dikush të që ta bëhen sikur ata dërveshët që e lejojnë alkoolin, e të thojnë se në xhenet ka verë, edhe vera e kësaj bote është e lejume. Vera e xhenetit nuk është që kjo undalu pse dhe. Edhe këngët e xhenetit, Allah i ka leju në xhenet, por në këtë botë nuk e ka leju muzikën.
nuk e ka liu, nuk mundesh me marrë për bazë që ka në xhenet me ba dhe nëse në xhenet nuk do të ketë mbulesë në atë kuptimin femnat e xhenetit, sikur këtu që e kanë të obligume. Prandaj këtyre dyshimeve që mundohen me i leju disa harame që janë këtë dynja, këta vetëm mundohen me i dallashu meselet e dinit, vetëm për me i deviju njerëzit nga rruga e vërtet. Po ashtu është përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam xhelozia e hyrijave për burrat e vet. Dhe kjo është përshkruar në hadith se ato i shikojnë burrat e vet në këtë dynja, prej xhenetit. Dhe ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e lëndon gruaja burrin e vet në këtë dynja vetëm se hyria në xhenet do të shprehet mos e lëndo të vrapë Zoti, nga se atë e ki edhe pak ai shpejt do të vite unë. Pra, kjo është e xhelozia që ato nuk kanë qef të nënshmohen burrat e tyre nga gratë e veta në këtë dynja. Prandaj, gratë duhet të kenë kujdes të mos i lëndojnë burrat e tyre. Nga se nuk është e lehtë një dua të tillë të bëhet prej një banorës së pastër të xhenetit siç janë hyrijat. Por të jenë gra durimtare, respektuese ndaj bashkëshortëve, normal sikur edhe burri duhet të jetë durimtar dhe respektues ndaj gruas. Kaq person të vëllezër të nderuar, lut Zotin Madhreshëm na bëj për atyre që do t'i përjetojmë këto kënaqësi të xhenetit, lut Zotin Madhreshëm të mëshirojë vdekurit tanë, të shërojë smutjet tanë, wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.